Përshëndetje, shikus të ndëruar të emisionit Oksigen, jemi në Klan Kosova, emision nëmër 712. Mësafiri në ka ardhë, sonte kemi të ndërtuar me 2 mësafire. Një është shumë shkurt e kumlut, me ardhë, me na folë për një tem që na mundon e se shprehim popullin dhe ata që e kanë autizmin, dhe pjesa 2 do të flasim për poezit, për letërsinë shqipe. Kemi më knaqë edhe sonte. 712 pra emisioni sponsor është Interex. Brendi i madh i marketeve Interex në për Kosovë, loja e madhe shpërblyese më e madhja e mo në vend. Ka filluar me 30 mars, zgjat 12 javë. A ka shpërblive? Jo, pa shpërblive, veç hajt lojë shpërblyese, qysh pas ka shpërblive, sa të toni. Qepja nisi prej këtyre matvogla. Voucher vjetor në Interex 3.600 euro vlerë, mundi me fitu. Pastaj, voucher në Shell 1.200 euro vlerë, naft, benzin, kësiseme. Vazhdojmë tutje. 165 shpërblime janë me ka 100, 200 dhe 300 euro. Kur i mbledhin këto krejt 165 shpërblime 100, 200, 300, është vlera totale 30.000 euro. Prap kemi mësu kuti, ka dalë, ma jemi, veç kam ju kalzu sa shpërblime jep Interex me lojnë e madhe shpërblyese. Pushime all inclusive, krejt, me tonat mirat, bile me morë për tu vetë, i thu shkore ku i van teme, se për tu më dajnë shpriteme. Jo më shkon vetë kënjaqësh. Pastaj, voucher në Darty në vlerë 10.000 euro në teknik të bardhe të zezë. Pastaj vetur, kerë, edhe nëse e ki, merë këto nëse të bjenë lojë shpërblyese. Jo një tracopjen, Renault Clio 2026-00 i ri flok, 3 vetura i jep Interex dhe premia është banes në Prishtinë. Interex qysh më bo pjesë e lojë shpërblyese, thjesht shkon bleni në Interex, brendet që jenë pjesë e lojë shpërblyese, i mush një kuponat, e qëtë aty e merë mallin, po ashtu që i ki pagu me çmimet lirë se njët Interexi për çmimet të ulta, e merë mallin, shkon shpje për të lojnë shpërblyese, veç ku të thot gruja ose vllavi ose burri ose gruja ose nona ose kjo, për herë në Renault Clio, për shembull, mundet banezën për shtin, mundet në këto shpërblime. Ku kret kjo? Në Interex. Faleminderit, Interex. Hajde për shkojmë qëtu pakën Prince Cafe, prodhim vendor në lokadole, se ku ka i far teksti këtu interesant, Prince Cafe ka sjell jurisit veçan për gjithë adhurusit e kafes, produktin e ri Prince Premium 3-në-1, që kjo është kombinim perfekt, thot shije këto, po normal, që pa bloka këto Prince Cafe, që ta fill njoni fshije qete se na bjen valoni i Prince-it, hala, krejt sonde në përshpija ka jo po mërë, kënja që më të pi Prince Cafe. Giganti Art Motion, giganti televiziv Art Motion, platforma ma madhe gjithë shqiptare, me plot kanale kuptohet edhe klani aty, pra me gjithë Oksigenin, me lajme, me krejt komplet, dhe sporte, sa do një filmat dokumentar, me së të foli ma gatë se s'ka nevoj, si tuhet Art Motion, du të budi shkën të sa në Art Motion, faleminderit shumë, yes, Prince Cafe dhe Interex. Mësafire në ka ardhë një shoqe e juja, po edhe imja, pitë parëve që ka sjell inovacione në muzikë, ka pas një stil simpatik, ka dhe sot, po pak si ma ka dalë, kështu, pasi. Fiesta tash fillon, është Arta Bajrami. Mikja jonë pësonte e kemi thirë për me bisedu, për temen, e ndishme po njëherë të madhërishme. Për autizmin, Arta ka deklaru vetë këtu në emision që ka 2 fëmijët e saj me autizm, edhe ka kalzohë kështu si burrat, për të më thonë, po si grua fort. Edhe ka motivu shumë prinder dhe familjar dhe shoqni, ka motivu shumë që autizmi zut mu fshej, du të mu përkra, edhe kemi janë greveshin edhe qeverisë sonte, edhe gjithë atyre që nuk i përkrahin këta, sepse autistat janë sëkurna ose pak manelë se na. Very, very smart. Që ku ka marrë të natë? Ja, orë për vi për të takoj, për të jap dorën, për të falëndëroj, edhe përshkojnë që atja hisë për unë në këto. Faleminderit që në erdhe. Faleminderit. Knasia jam ja me këtë prezentim tonin me emocionove. Pse? Kërë natyrshëm.
Çështo mendoj për ty? Faleminderit shumë. Pa ta mërmene që kam kuj mi hin qefën e me rajt atë mi prezentohet çështo mendoj për artën. Faleminderit. Pit parave ke sjella stil muzikor lezetshëm, interesant, edhe prej të parave je dale ke folë që tu tash pa apet po si e burra. Rap. A dini detaj që i thesh aty në djeve, mes ma prejni që atë copën e artës me qitëm Facebook, se zdu në klikime prej kësaj situate, nëse keq kupta. Por ajo për fatin e mirë kanë shpëndar tjerë, se që ashtu edhe e lamna që me shpëndar tjerë, mu bo e madha ajo. Mu bo ndëgjushme, une me të vërtet po Nina, prapo kam emocione si herën e parë kër jo marrë. Se bërë? Për shkak se me të vërtet deri ku marrat vendim për me folë në emisionin e tanë, ka qenë për një me shumë një guxim i madh, që se ku mbo më herët në për media, po ku mendu që ka qenë momenti adekuat që fansat e mi, publiku, po edhe krejt njerëzit, familjet, që përballën me të njëjtën sfidë si korone, me ditë që nuk jam vetë. Dhe me thonë, ka dhe artista, ka politikan, ka gjithçka, doktor, gjithçka, që kanë familje, kanë i fëmijë me autizëm, edhe kjo punë, kjo kauzë do të më shku për para dhe më folë. Në nuk me shumë, sidomos gra, që thonë, thotë mu më ka beku zoti, mu marrë me atë mi, farë fjale. Është dhurat. Për shkak se vetëm prinderit që e ka një fëmijë me autizëm e dinat ndjenjë. Nëse si prind i një fëmijë me autizëm nuk mund është me kuptu. Në vonë kur je prind, e den, a i fëmijë është plot dashuri. Arte, që për folim shtu i thomë shënimet të sakta, po bëjë më folë popullor që atë ka lodhë në herë? Kur, une thëmë që këta fëmijë më kanë bo me kanë halo me ndishme, e ku më zbulu një pjesë të karakterit tem që kur se ku më di që e kam. Edhe që aja më ka bo shumë të fort, dhe me thonë, unë asë i mendoj ato sfida tjera, i mendoj për shembull disa vajza, gra, ankuën për do çështje, më keshët. Edhe, po aja është në natyrshme, sepse normal, varet se cilin njeri e përballon jeta me sfida ndryshme. Po unë jam mirë njohës se falenderoj Zotin numër 1, sepse pikërisht nështë e ka ditë idealin edhe elektrën, ja ka zgjedhë nonën, e ka ditë se që kja nonë do të më kujdesë për ta. Po, edhe jo e përballon, po e menaxhon për mrekulli këtë punë. Ka pason një shok, kështu, bisedeshëm që shtu, në kafe, letë, atë ka lodhë, tha, sa kom kajtu në, tha, oj, s'kipi, mu, shumë i mirë jemi. Tha, po më lodhë, tha, të zero. Qëfar njerës të më dhajën ju. Po ne imi të vajgjën, ne që s'piu një mojmë juve, ne që s'piu përkrajmë juve. Hajtë fajsona hartë se ki të drejtë. Po dhe ta, që shtu ta zhvillojmë bisedën. Po normal, po nuk kanë edhe faj, në disa një pjesë, për shkak se nuk e din konkret çka është autizmi. Në më tonë se të linë termin autizm, me njëherë frigohen, ose duhet me po, me ndëgju, me mu informu, çka është konkret autizmi. Autizmi është potencial. Dhe më thonë, fjale e porë. Autizmi është potencial. Një fëmijë autik mundet me ecë për para shumë në një lami të caktuar nëse punohet në talentin e tij edhe nëse zbulohet talenti i tij herët. Do të me pas profesionist, qysh prej kopshteve që mujnë me vrejt, ose dhe prej shkollës, sidomos prej shkollës fillore, aty fillon. Edhe kështu që me pa, do të me pas edhe në për i ordinanca për benza private, sepse të shtetit nuk kemi. Nuk kemi të shtetit? Jo. Do më thonë? Do më thonë shërbime shtetërore, për fëmijët autik nuk ka. Do më thonë të gjitha janë private, që ka një kostë shumë të madhe. Ofruan edhe kanë edhe disa shoqata që ofrujnë shërbime, ato e kanë një çmim pak më të ulët se ordinancat private. Por, prap nuk është zgjedhja aja. Sepse... Kjo është duhet shteti, marrë dhe dënushme për qeverinë, që se ka bo këtë satë. Do më thonë s'ka, ka shteti s'ka. Për shkak se pavarësisht, edhe që aje qasë nuk është zgjidhje, sepse kur nuk kanë qasje të gjithë prindrit, të gjithë fëmijët që kanë nevojë për terapi, do më thonë aje nuk është zgjedhja, nëse një fëmijë nuk ka qasje, atëherë ajo s'është e mundur vetëm një numër i caktuar i fëmijëve, po duhet të gjithë ata që janë me autizëm, ata duhet krejt kanë qasje dhe krejt kanë drejt për terapi. Do të thonë që kjo është shumica dihet për shkak kushteve financiare stopohen, do të thonë nuk marrin trajtime,
edhe mbesim mbrapa. Unë e di që kja nuk diskutohet sa por se një këtë çka ka i jep për fëmijën e vetë, qoftë edhe dikuj tjetër, e sidomos për të vetin, po sa cilët afërsisht çmimi mujor ta zoj marta? Po, duke tash për një fëmijë unë e ceka që sa ma shumë që punohet me te, intenzivisht 5 ditë në javë, duke lanë vikendin që të kemë pak një pushim, intenziv, do të thonë 5 ditë në javë që është e pa përballueshme për prind. Unë e di që shumica, disa prind i qojnë vetëm një herë ose 2 herë maksimumi një javë terapi. Ai fëmijë ka nevojë për 5 herë. Tash, nëse zojmë 5 herë, llogaritë një seancë kushton 20 deri 25 euro, seanca terapeutike 45 minuta. Po, 125 euro 5 ditë. Po, pastaj, mund ai fëmijë me pas edhe tjera ergoterapi, se tash varet prej problematikës që ka. Po, janë individual, nuk janë të gjithë njëjtë. Plus suplementat. Ekstra, sepse fëmijët me autizëm, truri i fëmijëve me autizëm ka nevojë për suplemente vitamina shumë. Të cilat këtë kushtojnë? Tash po zbulohet gjithçka në internet, s'ki pse në TikTok non-stop është dalë tash një hap që po supozohet është shmethonën premtus. Leukovorin është një acid, është pjesa aktive e acidit folinik, do me thonë është vitamina B9. Kështu që ajo po ndihmon shumë, po tash për me bo që ato, për me marë, du të më bu një farë testi fra. Do më thonë, mos gaboni mi përdor këta pa konsultu me mjekun. Arta vish për jep informacion, ati që më thonë dikush e niva, ato thonë... Jo, se që une me të fuli shlirë, edhe po du më ju thonë kejtë për ndërë që une e kom provu të djali jam, edhe ka rezultu negativ, do më thonë ka rezultu shumë keqë. Kështu që me njëherë kanë qenë reakcionet djalit pak fryma, do më thonë edhe kështu që ajo reakcioni trupit është normal, po për që ata du të më bo testi. Se shumica e prindërve po rrezikojnë edhe tërë me marrë atë ilaç për me këshyrë mos pindje flyt, ama pa e bo testin fra. E testi fra është i kushtueshëm. Fra, e din prindër çka është testi fra. Testi fra është për me ditën sa antitrupa ka trupi që i përballon çati acidi folinik. Këshilla kryesore, sa bujta mi kuptu prej artës edhe e kuptova 100%, mos e përdori këtë ilaç që ka dalë, pa konsultu dhe pa bo testin fra, do më thonë, bëkon më konsultu me mjekun. Por, shpresa është e madha që për ditë po dalin ilaçe të reja, ma të fuqishme, ma efikase. Do më thonë, kjo ka rezultu ma i suksesshmi për momentin, sepse dihet që omega është standarde, që ndihmon shumë tru, por ky medikament, do më thonë, ka ndihmu, është vitamin, faktikisht është vitamin. Edhe që fëmijët me autizëm e kanë mungesë. Po, që e cikat e djali, dhe më thonë, njëtën kohë ja këmë thonë edhe vajzës, po të vajza s'ka rezultu ashtu, të vajza ka qenë shumë mirë, dhe më thonë, varet prej organizmit, kështu që duhet, unë i bëj apel për ndërve, mos unë gotni, mos mërni pa e bo testin. Testi fra në Kosovë fatkesish nuk bëhet, kom dëgju që në Shqipëri kam rri, më bo, po zakonisht bëhet jashtë, edhe është i kushtueshëm. Kështu që për këtë arsye, unë si artë gjithmonë mundona tjetësike që unë e kom qenë aktive me muzike, krejt, po kote fundit, aktiviteti e maj madhe është rrëth kauzës autizmit. Po, që është madhështor. Por, kime pas kodhe për muzikë. Normal. Muzikën, unë e të thash, muzikën e kom thonë, fakt, në emisionin të qepë. Pe thëmë edhe njëherë që muzika më jep energji, sepse unë jam qaj orta që e kom njës rinin teme me muzikë, me qefin teme, karirën teme, dëshirën teme matë madhe, muzikën. Ato e du shumë, edhe kështu që une muzikën se lase. Së mundë me jetu pa muzikë. Meselesa që të thëmë, vetëm mos shkon, mos tjek. Po dhe fëmijët e mi knaqën. Po normal, pra. E dojnë shumë muzikën, shumë e dojnë, shumë. Bile ja lëshojnë muzikën kërë shumë edhe, si ju për nga në knaqën, shumë ju pëlqen. Pra shikos në me artën jemi këtu të bisedë të shkurtër për një vedisim të popullatës, sidomos të qeverisë. Sidomos qeverisë, ata i kanë punë të ndorë. Lobimi për autizëm në Kosovë është shoqata të cilën e ka themeluar Arta Bajrami, apo? Po, lobimi. Lobimi për autizëm. Lobimi i autizmit në Kosovë. Lobimi për autizëm në Kosovë, konkret. Shtu, pra, konkret, Arta po flet, hajde qeverita, ato për para kanë bo asë ato, së kur ta, qështu, hajde. Qëre bes, une për veti, me të thonë drejtën, për deri sa jam sfidu vetë, me thonë nuk e kum di që është gjendja në Kosovë. Me thonë, gradualisht, tu po, tu bo, që thojmë në gjuhën e popullit, e kum po që diçka nuk janë sanet që shduhet, deri janë përbal me shkolla, me gjitha sanet e kum po vetë, qëfar gjendja është, dhe tani ma ndej kur
fatmirësisht po thonë që prapë unë e kom cek në emisionin tënë, edhe mu shumë prend mas e ti emisionit bes. S'ka kontaktua? S'm ka pushu telefoni, muj me thonë një muj ditë rresht, kështu panol, ma ndje edhe halo non-stop më shkrujnë, prej krit onëve të botës më kanë shkru që Shka kërkojnë ardë nëse bën pak mi shpalos po, me tregu drejt është shumë është interesant, sepse edhe ata që jetojnë jashtë, kanë sfida. Dhe më thonë, atje du të me prit me vjetë për me të ardhë një termin për të një psikolog. Dhe më thonë, është se atje është populata me e modhe normal, edhe dhe vjen të rodha me një herë. E në Kosovë, që ka është mirë, ka qasje për terapi, po veç janë të kushtushme. Edhe prendëri su një përbalojnë, sepse dhe më thonë, ki terapi, ki alternativa, po veç duhet me pos pagis. Po në mendoj që edhe profesionalisht, sepse e kam fillu me bo pak edhe si biznes, po hopin lejla i ordinanca, duhet me kam profesionist. Sepse mas pari një psikolog ose një terapeut duhet me ta dhonë raportin, qka kam rri a i fëmi deri që tashti. Që kjo është esenciale. Një esoria të që u bo. A kemi mjaftushëm për kretë gjitha rastet në Kosovë? Kemi mjek të zotë shumë, one me që ata që këmë pas kontakt, dhe me thonë që janë profesionista në atë aspekt, edhe me të vërtet që shumë kanë thonë që ashtu më ka dollë. Që shumë kanë thonë. Po e kam po që unë pe pranaj, sepse prindi do të më nërotë të por me pranu fëmijën e ti, me pranu. Sepse është a i fëmiju ti. Lirohesh prej barës pa nevoj shprej. Kore pranon. E pranon, mas ne vazhdojnë luftën, këthejme me... Tani është lufta. Mas ne është luft, biqujt. Po luft, po... Ajo gara për me përmisu sa ma shumë fëmi. Për me përmisu, normal, e vullneti nuk të mungan, normal, sepse kur pranon, prindi kur e pranon edhe shëqëria. Qysh po dënë ti me pranu shëqëria kur ti vetë si prend nuk e pranon? Me thonë, nuk du të mi më shef për ceki prap, nuk du të mi më shef, mi dërgu, sepse ndryshe populata nuk vedisohet. Një fëmijë me autizëm s'mund është me dalu kur, sepse nuk ka... Po, është shtirë me dalu. Nuk ka të meta. Qështë i dalove arti, me to? Po, prej, fillimisht, une shumë herët e këmë vrejtë, moshën 15 mujshtë shtëm. E këmë bo pa krasimin me qikën e madhe Viktorian. Po. Me thani, po isha dhe krasime aja ma herët i ka pos do ma të shpejta, do reagime, do për shambull kontaktin me sy, disa fjallë, dhe me thonë, kështë. Edhe, unë me njerë jam brengosë, dhe më shku me njerë mi ka interesu me ditën. Do dhëmë 15 muj, një vjetë 3 muj, një vjetë gjysë. Po, sepse në ato simptomat e pora, fëmiu beba që i realizan kontaktin me sy, normal edhe ndë një fjallë atë këto për shambull që mundet me thonë, se kiti fëmi që folin shumë herët. Viktoria, vajza e madhe, ka folë shumë herët. Halo pa i bo, i vjen një vjetë, halo pa i bo një vjetë, i ka thonë do fjallë. Kështë që unë të bazu që atë mas shumë, të une po foli veç për përvojën teme personale, sepse kiti fëmi edhe dhe në 2-3 vjetë nuk flasin, po s'do me thonë që janë me autizëm. Por, mirë me pas vëmendje. Është mirë mi qu, sepse ata mujnë me pas një ngecje tjetër. Qashtu ta vërtetojnë mjeku pëse s'po folë? Po, normal. Ose pëse po vonohet? Po mjek gjithmonë të shojnë autizëm. Sa është numëri tyra? 10, pra përsisht në Kosovë, tu e ditë që na nuk e pranohem, nuk të regojmë, e fshehim, sa supozohet që është? Unë sot bes isha në një konferencë në qeveri për ishte edhe zyra për qeverisje të mirë. Zotri Habet Hajredini ishte atë dhe kështu që ishëm disa shoqata, ne që ato eksistente që ka jemi, edhe disa, dhe më thonë, përfaqësues të institucioneve, edhe u falë ato statistika që nuk ka statistikë sakt, po alodu që është prej 15.000 deri në 50.000. Dhe më thonë, nuk ka halak statistikë sakt. Po edhe 15.000 është numër i madhe, sidomos kur nuk mirët kërkush me ta, kur ju lihet prindërve më marrë me ta. Dhe më thonë, barën kryesore e ka prindi. A i fëmi, unë po thamë, nuk zhvillohet nëse mirët vetëm prindi me ta. Dhe më thonë, barën duhet mju heqë prindit. Sepse autizmi lyp profesionalizëm, lyp njerës profesionist. Prindi nuk është psikolog, as nuk është logoped, as nuk është ergoterapeut. A më guftan, me ato du të më marrën profesionistët, jo mi u la më barë prindi, se prindi bëllë e ka atë stresin. Edhe e ka edhe nuk din mi trajtu që është din profesionisti. Nuk din, sepse e merë pak me i dhimë se të përshamull në disa raste nuk e mundan shumë terapeutët i aqesin, do detyra e stimulojnë pak, e ngarkojnë pak, që mu zhvillu ma shpejt edhe... A profesionisti e din, edhe kur e të pranë masën e të pranë me masë. Po e din, zakonisht në për... Thirja artës edhe imja dhe gjdo njëri që ka qef me najtë afrë këtyre njerëzve është konsolidim qeveri, popull, mjek, bile me mujtë edhe me subvencionu dhe këto ordinancat private, shteti, masi s'pe kanë mundësi me organizu vetë, me subvencionu që
Prindërve mi kushtu ma lirë, aj 25 me herë. bu një falë lloj zgjidhje. 5 euro, për shembull, po thonë edhe shteti me një mu dishka, edhe vetë mjekët mi ullë pak çmimin, sepse ku ka shifra e madhe, pesë me denë 50.000 që presupozojnë rreth 32.500 aty, ose 35.000. Po pëlqen që kjo ideja që po thubile me puni, që me të shumë të arsyeshëm që e mundet me përballu. Çdo prind është ta që mundet me përballu. Kështu që unë mendoj që kish pas shumë përvarem të madh, edhe kishëm përparu si shoqëri. Unë e di që në shtetet jashtme akademik buon fëmijët me autizëm, domethënë sepse i përkro shteti shumë. Rosin konkrete kemi dje, ishte diplomoi djali i një shoqes time, është drejtorish në shoqatën lobimi për autizëm, është Valbona Shala Thaçi. Djali i saj, Joni Thaçi, ka diplomu në shkollën Prenk Jakovat muzikës, i pari fëmijë me autizëm në Kosovë. I talentuar që qash mo? Në piano, plus solo këndim. Dhe më thonë, ai është mos thëmë Beethoven a Mozart. E pëse si ke marrë sonte për shembull? Na ke thirrë një pianist tjetër për ty, po pëse si ke marrë çata? A di pse? Se ka pas djeni natë shumë të latshme, e ka pas koncertin e tij solistik, edhe u konë jashtëzakonisht, edhe ka pas media kështu, edhe s'kom desh me ngarku ma shumë. Por Joni e dën shumë këngën teme pa fat, e dën ekstrem. Edhe thotë më e mira këngë është që jotja. A ke këllu në herë me ta, a i pian? Po, a? Po, adin, dhe me thonë, kur i ka tregu Valbona që ta shumë ka shoqja, a i më kish pas dëgju mu, edhe tha, kur i tregojsh, a tha, merke këshirke, ajo më në që kjo. Dhe me thonë, shumë u habitke. është një gjallë me të vërtet. Unë e them janë pa shërë, që thojmë, janë shumë realista. Ata nuk din me të rajt, as nuk din me të aborë rafsh. Po, ata unë që shdo të bokon, njerëzimi tamën. Bravo, që kja është. Dhe me thonë, që kja është. Arë dhe më lenë përshtype shumë nga dishmëria jo të me folë me këtë temë me një qëtësie dhe me një busqeshje, kështu e ki gjatë biksetes, pa u viktimizu, po bravo për ta. Jo që s'kom desht mu viktimizu, po vetë natërshëm nuk kom ka ardhë mu viktimizu, sepse në nuk du mu viktimizu për fëmijët e mi. Absolutisht. Ata janë dhërat, edhe du me luftu për ta, edhe kom qef krit nonat, mu që mu ngrit, mos me po atë, shme thonë atë tunelin e zi, po me po diçka mirë, sepse kur të shohim fëmija, prindin që është i gëzushëm, edhe ata janë. Për bes kështu ta thonë, po ti jep edhe fëmijëve fuqi, po qrej, që o nona gëzushëm, thot, regull më më dhonë, në drejsa kjo gëzushëm. Po pra, sepse krejt është ashtu ajo, krejt është logjike ajo. Fëmijët me autizëm disa janë jo verbal, po bashkë ata që një verbal e kanë logjikën ekstrem të zhvillume. Do më thonë, ata, s'po di, të kuptojnë ty hala pa folë që a bëdon me boti. Unë e di me fëmijët e mi, do më thonë, realisht djali e den me një herë, unë a jem në roz, e den me një herë. Edhe hitës kanë qef me konë, kanë qef veç mirë. Me ata veç mirë. Po, ideal, njeri u ideal, si po thonë. Por me mbikëqyrje deri sa aj njët veti knaqen, apo fëmija, përmes terapive, përmes mjekut, përmes shtetit, përmes popullit. Këto janë esenciale çka i duhet, po edhe çka i duhet tjetra është përkrohja e shoqërisë, socializimi, mi pranu në shoqëri, mi ndihmu, mi afru, për shembull një fëmijë në shkollë e ka një djalë me autizëm ose një vajzë me autizëm në klasë, ta ndihmojnë një nxënës që është shumë i ngritun, po më ose që ka arrit notat larta, jo non stop vetëm asistentja të merret me të. Po të pavarësohet ai fëmijë tulet me shokun e shoqen, hajde bëjnë një detyrë bashk, hajde kështu. Çashtu socializohen edhe zhvillohen, sepse ashtu ndihen të pranuar. Edhe aty doket si një lloj triumfi, si shok i atij me autizëm që thua, kom arrit diçka. Kom arrit. A je me shumë po. Shtinë logjikën punë, bën ato mundi mirë. Po kjo është më thonë edukat prindërore që do të me fillu. Do më thonë prindërit do të mu vedisu. Në sot edhe po ta një mbledhje në shkollën Hilmira Kovica, aty ku i kam fëmijët, edhe folëm me mësuesën mbështetëse, me psikologën e shkollës, edhe disa prindë që janë përfaqësues klasave. Unë ju thash, jo non-stop duni mi ju fol prindërve që ata mi ju ndihmu edhe mi ju fol fëmijëve të tyre që ti përkrojnë fëmijët me autizëm, jo ti paragjykojnë edhe jo ti bullizojnë. Të marrin si normal, po kujdesin me pas përshmendshmi për ata, pa e dallu ai që ti ka kujdesesh për ta. Po, unë fatmirësisht po them, tash nuk e di bes të ardhme, nuk moj me dit, po moshën që janë fëmijët e mi kanë shumë përkroje në shkollë. Bravo. Kanë shumë përkroje prej shoqeve shokëve. Shoqeve, mësuesve, personelit arsimor kompleks. E vërtet, unë mendoj që është shembull edhe kisha pas qef krejt gjitha shkollat me qenë kështu, nuk e di, kam pas disa informacione që
ndoshta edhe prindë kanë ndru klasën veç kur kanë marrë vesh që është një fëmijë me autizëm në klasën e fëmijët vet, ka pas asnjë raste. E kisha pas qef mos me ekzistu këto raste. Zhduken ato vetë ose na jemi shoqëni e mirë, unë e pasha ditë kur dole më shesh për lojën Turqia, Kosova me Turqinë që lujtje pash atë dashnin mes popullit tonë. Thash që ta mërë jemi na, nuk jemi më na politika që... Po, pro. I besha do shok, vetë Zvicër si pata do shok. Thash që ta mërë jemi na që kjo popullë shqiptar. Dashni, thash, po në madhe dhe në huptë Kosova. Ma madhe është që kjo dashni që u shfaq atë tjetë në rrugë, në sheshtë që është kësha pas qef mi po dhone popullin shqiptar me kënd bashkum, jo vetëm kur kemi këse, po t'jemi edhe një jetën reale të përditshme. Po te? Apo kuptan. Që ta jemi na, jo që shpëna paraqesim, jo që shpëna manipulon politika. Edhe se në shkolla, bes është problematika më e madhe, aty fillon sfida më e madhe, kur fillojnë fëmijët me shku në shkollë, me shoqe, që aty është problemi më i madh, i pranimit të autizmit. Sepse sa në shkopsht të send vogël është tjetër. Shkolla është sfida më e madhe. Problemi më i madh që fillon për fëmijët. Kështu që edhe mësuesit ka pas raste për shembull del një fëmijë, ka një mësues klasën e vet në edukat fizike në afër të shkollës. Edhe del një fëmijë me autizëm, i shef fëmijë dhe ai ngon edhe hen aty në mes. Çaja mësuese do të më thonë, "Shiqani, hajde ka shoku juve se shoqja." E jo mi thonë asistentës, "Merre këtë fëmijë që e le këtu me hi." Ka pas kësi raste derisa pici të dikot. Po, për sa. Ane shkon të i largush është një ata njerës që reagojnë kështu ndaj fëmijëve me autizëm. Shoqëria është kja, kryesorja qytetike, do me thonë, qeverit normal, une nuk muj me thonë që qeveria s'ka kry pun, ka kry pun, edhe është të kry pun, edhe faktikisht na ka pranu edhe në përtakime, dhe me thonë, mi ndi problematikat qka i kena, edhe kanë ndesht me ditën qka me bo ma shumë edhe qysh me bo. Me thonë, në kumë pos takime. Edhe në të kry pun, me kry, jo vish me ngu. Janë të kry, po nuk është shumë letë, se do të mas pari me formu qeverin, do me thonë, pas taj me vazhdu, mu bo kë projekt leq, sepse është projekt leq. Edhe faktikisht autizmi nuk është ende si kategori e futër në atë projekt leq. Ne, kryesisht së shoqata e lobimi për autizm, kërkojmë që autizmi të futët si kategori, ose të bëhet një ligj i veçantë për autizmin. Po, pse jo? A pishe që është pjesë e shoqërisë jonë, bone, në njëherë ligjin. Edhe mendoj që si shoqëri kishëm ecë për para shumë. Dhe me thonë, unë s'komunal, deri sa të realizohen të gjitha këto për drejtat e tyre që i meritojnë, për vendin që e meritojnë. Sepse më shirë, këta nuk kërkojnë, po kërkojnë barazi edhe pranim. Mo afru, mësë mo dalu cili është prej turpës. Jo. Orë të edin, në shka mujë me përkrami shto ti gjithmonë e ki venin këtu? Falënderi shumë. Në oksigen kushtu. Edhe kur s'mund është marrë vish ma qanë tekstin, unë e bëj thire për fatin e mirë, jemi ma të shikushmit edhe ma të besushmit. E vërtet. Kështu që i shprejmë në që ato se nuk gënjejmë kurrë si emission, edhe ki hapur derën, kom thonë edhe sebit, për Down syndrom edhe plotve, oksigeni është për këtë punë dhe mas nej për pak show e pak haraktime, po për që të punë me bashku popullit. Unë po thëmë, unë jam mirë njëse të njetën ty, për këtë mundësi që ma ke dhonë, Jo, më se si dhe tash, këtë fjallë, mundësin të pas dhe dhonë, më arë me folë për një problem të gjithë popullit ta ma. Për shkak se emisioni jote është shumë serios, edhe merret shumë seriozisht. Po për ma kemi na. Na kemi për një ma gjithë shka. E kjo është temë shumë serioze, e unë e këmë gjithë venin adekuat ku me folë, edhe faktikisht prej atëhershit kanë fillu përmisime, ndryshime, edhe prej atëhershit flitet shumë për autizmin. Po, edhe ka më folë, deri sa nuk hetohet mo kush që shështë, sepse i kemi shkrinë në ne. Empatia në popull shumë ekzistan, shumë. Veç po na vynë empatia edhe institucionale. Për këtëne nuk e presim, po na tu i godit që shto javë për javë, ja nisin më tutë se këta marrin rroga për një shpitin, qeveria me rrogë, po mundit ta me tonin. E kur s'reagojmë, ata thojnë, hajtë budal, vazhdojnë se na u knashim. E na tu e ditë që na s'jemi budal, po ata na nuk i lojmë ratë. Ka për shembull të ndryshëm që e shfrytëzojnë vetëm ditën botërore, dalin atë me do vetëm me do. Apo këta ato nuk i marr seriozisht absolutisht. Unë lypi punë konkrete. Jo më ndal atë me do pankarta, ajo s'është kur gjë. Të trika prova. Jo, unë du veç punë konkrete me realizu, unë edhe krejt prindërit që janë si janë. Çto e dojmë na? Shumë bukur për thotë Arta, shumë e kuptueshme, tisha unë shiku sonde e kisha kuptuar shapëlyp. Për solidarizimi popullit dhe qeverisë që këta njerëz me i afru, me i dasht, me i bashku, sepse ata janë si na ose
pak për mini, sidomos me inteligjencë. E vërtit, unë thash mundet me qëllu një gjeni që mundet me të befasu shumë. Latë ka raste në përbot, janë në njohër që kanë qenë njohër. E vërtit. Vetëm vynë punë, dhe me thonë, pa punë nuk mujnë me arrit. Si me thonë, e kanë talentin, po duhet me u zhvillu. Me u zhvillu. Me njerës profesional. Duhet me pas profesional. Edhe në shkolla duhet me pas asistent profesional. Me thonë, duhet me konë certifikum për qatë lami. Unë e kësha thonë edhe duhet me egzistu një pedagogji speciale për qatë punë. Leta bojnë, të qojnë trajnim në përbot, logopede, që shken ato dek tjera, leti trajnojnë, leti vinë, leti ullin qmimet, nëse qeveria s'po mundot mi bo, të azojmë në që këtë diku mi bo pa pare, letë kontaktojnë me ordinancat private, subvencionim, edhe mjek leta ullin qmimin, edhe me rapi 25 eurove, hajde që e 5 euro simbolike se zbohët njomi. Së kur ne që punojmë plot herë për humanizm, si produksion, së kur si artiste ti që ki punu, plot herë ke knu dikun për humanizm, krejt popli duhet që shtohet dhe regulot kja punë. Jo, po është e drejt bazike e tyre, dhe me thonë, kanë drejtën e tyre bazike të trajtohen. Po bërë, po dhe mes mi pas drejt bazike, hajde të punojmë me pjesën e ndryqme të bukur të bardë zemrës sonë, si popull. Po, normal. Që kjo është shpresoj që veç ka më bo mire ma mirë, për këtë arsye edhe po lobojmë edhe ne si shoqat. Unë kryesisht loboj për me pas edhe terapi papagis. Dhe me thonë, shoqata jonë po synon për një qendër multidisciplinare, së fola për këtë pjesë, po du me cekë që e kemi në plan, ku mujnë me përfitu fëmijët me autizëm në sport edhe në art. Dhe me thonë që është munges të na në Kosovë, sepse kësi qendra për zhvillim për terapi stimuluse ka, po për sport edhe art mungan. Dhe me thonë, mundet me që për stërcekëm që në Italian shumë i mirë mundet me dalë. Në pikturë, ose në muzikë, ose në valzem, ose... Muzikë veç po ka dalë, një nga. E vërtet. Edhe kështu që unë e synoj me bo qatë qendër, shpresoj për krahje, të objektit mos pari edhe të investimit mrena edhe kretë edhe stofit profesional që më vynë, edhe fëmijët aty kanë me qenë papagist. Iniciativ e mrekullueshme, edhe mundësi me sponsoru dikush me nimu këto bizneset të mëdha të Kosovës, sepse arta me shoqet edhe shokët e vetë, po luftojnë që mi u bo prindve me i sjell për mi u zbulu një talent që ata e kanë të fshirë edhe me staf profesional. Më thonë, ato kena mi arrit me donatur, me më përkro, gjithashtu unë muzikën ka me shfrytzu si pjesë e kauzës autizmit, ku synoj me një koncert solistik, ta realizoj në fund vit, edhe kryesisht do t'jetë tema kauza për autizmin, lobimi për autizmin. Do t'jetë koncert jam i por live solistik. Në më thonë, do t'knoqëm publiku me kongë të mja. Prishtinë? Në Prishtinë po, se unë e lindë rritë në Prishtinë, edhe kom qefë në Prishtinë me realizu. Ali s'ka pas ku gjotë keqe që e le rritë në Prishtinë, mi bo për shembull në Frejzaj, ose për Izrael e bës... Adim pse? Se albumi jam i fundit thirët 038, edhe më lidhët me Prishtinën, sepse unë në Prishtinë e kom njësë këtë ondrën time, edhe po kom qefë që atë me bo. Por, e cike, po në du të vazhdoj, edhe në qendra tjera. Po pra, bëne jo 038, po plus 383. Këtë Kosova. Definitivisht. Arta Bajrami, son të mene i shikus në druar për sensibilizim të gjithë popullatës dhe mjekve dhe krejt, për mi përkra fëmijet me autizëm. Ta kalzoj një sanë privat kështu blesë, për du mi falendëru disa mjek Spitalin e Gjakovës që kalzun jo veç për motrën time, po për gjithë pacientët që pash me sy disa dit një gatishmërit lartë për kushtimin ndaj pacientëve. Ne që ato kushte që janë? Po, anë e shumë mirë. Edhe i falendrojmë gjithë ata që i kontribojnë, jo veç në këtë rast atë Visar Shasivari dhe Fatos Hajosaj, dy këta kirurg, Shpejtim të Laze, kanë animu motrat medicinale krejt, jo veç motrës jeme, që kalej me sukses, po gjithë atyre. E krejt ata që nimojnë kësi raste, është një farë lezeti me të përmend dikush. S'pe në harrojnë qëta. Normal. S'pe në ty që s'harrojnë, që thujmë Arta Bajrami, thëmë njerëzve Arta Bajrami, bëllë këmë dashtë si këllëtore dhe si njëri, po kuruar edhe e ka pequj
sakrifiku veten veç për mi u qel dyrt e prindërve të tjerë për fëmijët me autizëm, aty të shpojnë shumë. Faleminderit shumë, unë kështu kum desh, dhe me thonë, mos me mit vetëm si përvoje jamja personale, po kum dasht e kum marrë si mision të jem zoni i gjithë aty në prindve që janë si janë. Edhe kohëve shumë bukur. Faleminderit edhe ti gjithashtu. Faleminderit, Arta. Me ju të përshkon tash në shtëpi, a? Ja, me knu. Me knasi. Me knasi. Me nxëspras. Edhe ati cilën kohë me knu që ato që i ka pëlqy atit posa diplomuarit. Jonit. A mundesh? Po për knasin e Jonit kom e këndu. A ke që pa fat? E pa fat. Po, a ka lyp që ato Joni? Që ja? Pianistin që kuki Gensin, nëse duhet 3 herë bi bo prova, 3 herë të Bovaki e bodi për të parën. Si djetë. Për Jonin edhe për krejt ne. Për krejt. Arta, kim shka më shtu prapë që tu i thomë në shënimet, jo shteti ju përmand, kjo multidisciplinariteti ju përmand, që to Arta, Leubin për autizëm. Që kjo është vetëm një mesazh për institucionet që do më thonë ne jemi të gatshëm me bashkëpunu, si shoqat po flas, se tash unë po flas edhe në emër të shoqatës. Po kemi nevojë për mbështetje konkrete, do më thonë, që kjo është mbështetje konkrete që kjo mu bë realitet. Çka i bën mbështetje konkrete? Konkrete për ligjin numër 1. Ligjin? Po, ligjin, objektin? Po, edhe që ajo qendra multidisciplinare, po këto krejt specialista sa ma shumë të ketë në Kosovë, po kryesisht ne lobojmë për ligjin, që të kenë që i ruan prindërit. Ka përboni atë ligje, se së është Kosova juja, jemja. Ka përboni ligje, me së ndilet e në filozofose për vip. Për familjen, sepse familja mas shumë t'i e vuan. Që shtojnë pa të vra këpuca jote, së në edhem dhimë të nati tjetër. A një pëmër me të mirë kjo, këta që marrë roga pinesha, këta kanë obligim. Ka pëni bëni. Që i shonë në prokafe, të ashtë në kutja afronet të tavolina si bish bona. Unë presë që shumë shpejt, sepse jem në kontakt me qeverin aktuale, edhe besoj që kanë me bo. Rritjo zonin, din mu tuta. Shashtrisën, në prokafe ikin, kësa pëdolli me troproje, me kësisjanë. Me mandati kanë edhe troproje. S'ma qelë gojën mu. Unë jam artiste, s'folje shumë. Mas shka, mas sik. Au. Artë, për të falenderoj. Kjo vendi jëtë, emisioni jëtë, folë shka dush, sa dush e zbasim. Falenderoj shumë për këtë mundësi. Me se më falenderoj, për si sana, për ma pat Jo, seriosisht. Mundësi, për me bo thire, për sensibilizim, për falenderoj. Po jo, se për shkak se televizionet jenë botë, ashtë ma shumë... Biznesa? Shumë biznesa, shumë... temat kota, sinqerisht, janë lodh njerëzit. Me gjithë presi me dekle e kusha mu smune, e kusha mu përlone, e kush mi marrë mi qitë si lajmë. E ne kemi shumë nevoj për emisionet edukative, dhe me thonë që kja po mungan, përsa ta edhe populata, unë besoj që janë të etur për këtu, edhe i dojnë, edhe i mirë presin, veç du t'ju sërvu. Po, im dalë atë ditë për të kalzene për shesh, po imi knaqë për me popull se rrallë dalë për sotër, sa fotografia, sa sene. Po, normal, shumë interesant. Shpresë gjin janë mu, se nuk i raj kur. As ti s'rajnë, as kur fol, as kur këmën. Qëdora. Faleminderit. Arta Bajrami, shikus të ndëruar, i dëgjut përësit e artes edhe shumë mirë që vi ka qastin në të folën e thuti se ka kjo rastin në shpi, po ka jo njerës, 2 rastin edhe shpi dhe i shkelqen ftyra. Halal Zotit ta baft. Faleminderit besë shumë. Kështu që u fsha gjithmonë. Bashkë me ne, bashkë me ju. Arta, që ku ki vendin, që ku ki gensin, që ku së ndërër. Besë goti, Arta, ma vonë në avje mësafiri tjetër.